Një tjetër infrastrukturë spitalore që po rilind nga themelet me shërbime të shtuara dhe teknologji nga më moderne është edhe Spitali Rajonal i Gjirokastrës, një godinë historike që shtrihet në një sipërfaqe prej 8600 metra shkatror, me të gjitha specialitetet si urgjenca, kirurgjia, pediatria, infektivi, radiologjia, patologjia, në shërbim të 60.000 banorëve të qarkut. Kryeministri Edi Rama dhe Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu, gjatë vizitës në Gjirokastër inspektuan punimet për rikonstruksionin e Spitalit Rajonal, një godinë e rënuar historike e viteve 40 që do të rilind me të gjitha specialitetet. Është një investim që realizohet me fondet e buxhetit shtetit në një vlerë prej 4.7 milion euro. Parashikon rehabilitim në 3 faza për arsye të mos ndërprerjes së shërbimeve shëndetësore, pra të ofrimit shërbime shëndetësore, që është e rëndësishme dhe është një nga ato çështje në fakt që ne konsiderojmë sa herë që rikonstruktojmë godinat e spitaleve. Ku jemi aktualisht, jemi në shërbimin e pediatrisë, ndërkohë që godina është 4 katëshe, kati -1 ka shërbimin e radiologjisë, ndërkohë që kati i dytë dhe i tretë janë shërbimi i kirurgjisë dhe shërbimi shumë e madhe, 8600 metra katror. E barta është materniteti që e kemi rikonstruktuar tërësisht në vitin 2018. Ndërkohë që tashmë parashikohet rehabilitimi i plot i godinës, plus pastaj dhe mobilimi dhe pajisjet me pajisjet teknologjisë fundit që do t'i japin mundësinë edhe të gjithë mjekëve që punojnë këtu, janë 153 staf mjekësor që shërben në këtë spital, ku 45 janë mjekë dhe pjesa tjetër janë staf infermieror, i cili shërben në 13 shërbime kryesore si kirurgjia, si patologjit, si infektivi, si pediatria, kemi shërbimin e urgjencës. Ajo është faza e dytë, do vazhdojmë aty dhe pastaj me mbylljen me fazën e tretë që përfundon e gjithë godina. Spitali Rajonal i Gjirokastrës ka filluar punimet që në dhjetor të vitit 2024. Ky investim që realizohet me fondet e buxhetit të shtetit kap një vlerë prej 4.7 milion eurosh.